Zoti kryetari i Kuvendit, Kuvendi i Shqipërisë në agjendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e të rishni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë institucionin e vetëm botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E justifikuat shtyrjen fillimisht me kohën që kërkoi avokati mbrojtës 3 javë për të mbrojtur korrupsionin e Belinda Ballukut. Na that, pasi skadoi 3 javët e kërkuara, që do presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Për 2 muaj të mbushët kokën shqiptarëve që një zëvendës kryeministre apo ministër nuk mund të pezullohet se gëzon imunitetin e deputetit. Morën përgjigje nga gjykata kushtetuese që pezullimi nga detyra 8-0 madje nuk hyn fare në çështjen e imunitetit as të deputetëve as të ministrave. Pas vendimit gjykatës kushtetuese thanë, nxorët një tjetër justifikim, do presim të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe për 2 muaj jeni bërë pengesë për hetimin e korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Prandaj dhe nuk duhet bëhemi hipokrit, zoti kryetar, miratojmë kalendar e program pune, ku ky kuvend ka dështuar për 2 muaj të përmbush një funksion kushtetues në interes qytetarëve, siç është pranimi i kërkesës për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Prandaj dhe deri në atë moment, ky kuvend nuk mund as të funksionojë normalisht, as të bëjë sikur ajo çështje nuk ndodhet këtu, dhe as na njoftoni që përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Dhe është në turpin e këtij kuvendi, po dhe të kolegëve të mi të mazhorancës, një pjesë për tyre nuk kanë asnjë lidhje me korrupsionin dhe nuk duhet pranojnë kurrë që të shëndërojnë këtë sallë në mburoj për të korruptuarit. Prandaj, zoti kryetar, në kalendar do duhet fusni me urgjencë heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, t'i hapni rrugë hetimeve të prokurisë, t'i hapni rrugë çdo mase që kërkon prokuria ndaj cili do që të shkojë dhe të përballet si i barabartë përpara ligjit për çdo akuzë që ngrihet nga prokuria e posaçme. Ishit ju dhe keni qenë ju që për vite tëra na keni thënë se drejtësia e re po bën punën e saj, duhet lejuar të bëjë punën e saj e me radhë. Ditën që ju trokiti në derë, në parallomën e Edi Ramës fillimisht, pastaj në oborrin e shtëpisë e Edi Ramës me çështjen e Akshit, keni ndërmarrë një sulm të paprecedent ndaj sistemit drejtësisë, me veprime aktive për të penguar prokurorinë. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendje fjalët e kryetarit të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian dje në Shqipëri, që e quajti këtë një test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Ose ky kuvend do ta luftoj korrupsionin, ose ju do të zyrtarizoni shndërimin e tij në bunker ndaj korrupsionit. Prandaj, ju lutem shumë, mos provokoni qytetarët, mos provokoni opozitën, lejoni që ky kuvend të përmbush në kohë misionin e vet kushtetues për t'i hapur rrugë heqjes së imunitetit të çdo zyrtari që akuzohet për korrupsion. Në rastin konkret bëhet fjalë për akuza që përfshin 1/4 apo 1/5 e buxhetit vjetor të Shqipërisë. Dhe është e paprecedent që ne kemi 2 muaj që tallemi me këtë kërkesë prokurisë, nxjerrim justifikim pas justifikimi për ta shtyrë sa të mundemi dhe për të fituar kohë. Sjellim këtu iniciativa që në fakt rrotëzojnë propagandën tuaj, se ju me propozimin ligjor që keni sjell për ndryshuar kodin e procedurës penale, që është tërësisht antikushtetues,
keni pranuar një fakt, që me ligj prokuria dhe gjykata pasan pasur të drejtë. Zëvendës kryeministra dhe ministra pezullohet nga detyra, se po mos kishin të drejtë, nuk kishin sill me ndryshu ligjin, që të përfshini zëvendës kryeministrin dhe ministrin. Atëherë për çfarë e vonua 2 muaj kërkesën e prokurisë? Që të vim në këtë moment na thoni po ne e dim që ligji e lejonte, po për 2 muaj donin të bënin mbrojtje politike për të mbrojtur një të korruptuar. Dhe vim të sallë dhe sillemi se ku s'ka ndodhur asgjë. Se kur kjo kërkesë nuk ekziston, miratojmë kalendar e programe dhe miratojmë ligje që në letër duket se kur luftojnë korrupsionin, kur vjen rasti konkret e mbrojmë korrupsionin. Prandaj kjo që po bëni sot, duke miratuar kalendar e program, pa trajtuar në kohën e duhur dhe me urgjencë kërkesën e prokurisë, është thjesht dhe vetëm hipokrizi. Që kështu ne jemi kundër kalendarit dhe programit punës kuvendit.